pastoralitet është pastoritet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën? Ti 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilin ose bën punën në patronazhistit. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Kush është identiteti jot? Do të thënë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Po masoneria, tash ti futemi pak. Masoneria si e ka lidhjen me Zotin? Masoneria ka lidhje me Zotin njerëz, sepse shumë njerëz do ta ndjekin kët, do të tani ta thash mendimi për masonët është negativ, këta janë urdhër jezuitësh, ku e di unë, janë urdhra sekret që punojnë për papatin, për lozhat, për gjitha me radhë. Mund të jenë ose mund mos jenë të vërteta. Unë kam drejtën time për me pasyru, që do të thotë kam një mason që vjen nga një lozhë X e caktuar, le të kemi respektin ta dëgjojmë një versionin sepse shqiptarët nuk dëgjojnë vëlla. E kanë çik problem dëgjimin se e kanë bindje. Unë nëse më lejon po e nis me këtë fundit me këtë divergjencë që ndodh. Dhe është ndodh shpesh herë për të ardhur keq, ndërkohë që mua personalisht se është ajo ke parasysh që ti regjesh dhe mësohesh. Dhe për më tepër kur misioni ti beson atë që ti thua dhe atë që ti bën, misioni yt është mision dhënës dhe jo marrës, është mision që ti vendit tënd njerëzve të tu ti i transmeton diçka që ti e di nga brenda dhe ti e beson dhe ti e shikon, nuk ke asnjë interes konkret, por madje të vjen me kosto. Të vjen me kosto personale, të vjen me kosto në përgjithësi, të vjen duke filluar po them që me sharjet, që me mallkimet, dhe kam thënë dhe diku tjetër do me thënë nga njerëz anonim jo vetëm në dukjen e rrjeteve sociale, por anonim dhe në koncept dhe në gjithçka, sepse për vetë faktin e kohës që ata marrin për të krijuar aq malignitet dhe aq vrerë dhe aq helm, dhe kur ti e përgatit helmin, ti je sigurt që ti helmon dhe veten, padyshim. Dhe njerëz të cilët nuk merren me brendësinë, pra unë jam shumë dakord dhe jam shumë i hapur, jo vetëm unë, po kushdo dhe çdo intelektual i cili flet për mendimin e lirë, është më se i hapur për të pranuar një divergjencë, një opinion ndryshe nga i tij, por i argumentuar, pra nga njëri që e di gjën, e ka iden, e bën lidhjen dhe të jep argumenta, dhe ti argument kundër argument mund të kthehesh me mendimin tënd apo me mendimin e ndryshuar apo me mendimin e modifikuar. Po kjo nuk ndodh. Kjo merret domethënë fillojnë që me gjërat si e ka hundën ky, si e ka veshin ky, si e lëvizi hundën, si lëvizi dorën, si e ka këtë, si e ka atë. Merren me gjëra të tua personale. Ndërkohë ti aty nuk e dal për modeling, ti aty nuk e dal për hund të bukur, për vesh të bukur, për sy të bukur, por ke dal për të folur për një temë të caktuar, që më shumë dhe më mirë se ai që është brenda kësaj gjëje, nuk mund ta di askush. Dikush shikon një film kinematografik të Hollywoodit, dikush lexon një meme apo një barsalet të TikTokut, dikush dëgjon nga një gjysh apo nga një hoxh apo nga një prift një pseudo, gjithmonë këta dy gjëra, ke lagja, ke shtëpia, ke hub dhe Instagrami dhe shikon që Enveri mason, ky mason, ai mason, Rihanna diabolike mason etj. Dhe vinë me paturpsi, me anonimat, gjejnë kohë, harxojnë kohë, jo për një gjë të shëndetshme dhe të plot intelektuale, po vinë të shajnë dhe të mallkojnë pa asnjë lloj, ndërkohë që ti po ndriçon sa do pa kush do të ndriçohet me një mendim real të vërtet dhe asgjë më shumë. Për dal këtë tema, masoneria e ka për kusht të besoj në diçka më të madhe se vetë. Zot, e ka kusht. E ka kusht. Nëse ti beson në Islam, nëse ti beson në Krisht, nëse ti beson në Buda, nëse ti është çështja individuale personale. Dhe ne brenda lozhës kemi librat e shenjtë. Në këta libra të shenjtë ti vendos dorën ke libri i cili të personifikon. Domethënë ti që ta kuptoj vëlla. Pra ti je brenda masonerisë. Po. Keni besimin Zot është kushta. Kusht. Është shumë logjike, sepse është një shoqëri që do një lloj lidhje vertikale me krijuesin. Dhe ti mund të jesh mason që zgjedh edhe Kuranin, po zgjedh edhe Biblën, zgjedh edhe Talmudin, Torahun. Patjetër. Të gjitha. Janë këtë nuk e di. I ke të rreshtuar të gjithë librat. Këtë nuk e di. Dhe ti betohesh në librin e shenjtë i cili personifikon besimin tënd religjioz fetar. Por është detyruar.
dhe e ke të ndaluar të bësh divergjenca fetare brenda lozhës vëllezër. Pra, unë të them ty që besimi im është më i mirë se i besimi yt nuk ekziston fare. Ai është besim koti, ai është beson kështu, ai beson ashtu. Po kjo që ka perlla. E para, sepse brenda asaj pas ka demokraci. Demokraci dhe e dyta janë të ndaluara divergjencat politike. Të tipit. Ti je i PD-s, unë jam i PS-s, ai është i LRI-s, ai është i ballit kombëtar. Unë respektoj bindjen tënde politike, ti respekton bindjen dhe ne nuk mundet të debatojmë dhe të zihemi për çështje partijake, politike, të politikës së ngushtë partijake kanë fjalën. Kupton, jo për gjëra sociale. E kuptoj. Pra këto dy gjëra janë ndaluara në masoneri, jo vetëm masonerinë tonë, por masonerinë botërore. Masoneria është një urdhër i vjetër sa vetë bota, ku në pjesën më moderne të saj besohet lidhja me tempullin e Solomonit, ndërkohë është sa më shumë zhytesh në histori, aq më shumë fillon dhe gjen gjurmë të masonerisë në lashtësinë e hershme. Një grup intelektualësh, sepse di intelektualët janë më sensitiv, i cili organizua në kohën kur shoqëria njerëzore organizohej në bazë të zejeve, në bazë të sindikatave të sotme, po i quaj. Dhe fjala mason do thotë murator. Murator i lirë. Mason, murator i lirë. Po. Do të thotë baza ishin ndërtuesit dhe ndërtuesit ishin ata të cilët kanë ndërtuar kryeveprat e arkitekturës botërore. Pallatet e bukura mbretërore që ne kemi dhe sot kësaj dite, katedralet, kryeveprat e arkitekturës botërore. Dhe brenda kësaj zeje u bashkuan dhe mendjet më të ndritura të zejeve të tjera. Piktorët, shkencëtarët, etj. Dhe u bë një celul mjaft e rëndësishme, mjaft sensitive dhe mjaft e fuqishme, e cila ka të paktën mbi 2000 vjet që ka qenë faktori kryesor i përmbysjes së gjithë regjimeve, po ta quaj me termin e sotëm, totalitare. Dhe dihet që njerëzimi modern kryesisht është udhëhequr, po jo vetëm ai modern, nga shoqëri, nga drejtime antihumane, antinjerëzore, totalitare, duke filluar, po them, që nga pjesa e regjimit totalitar të papatit. Ne di më ka çuar në Inkuizicion në turnë e Druve, Galileon, Kopernikun, Giordano Bruno, Johann Kepler etj. Deri tek monarkia, perandoria, nazizmi, fashizmi, komunizmi etj. Të cilë ishin pushtetet të përqendruar në dorën e një personi apo një grupi shumë të vogël persona kundra humanizmit, dhe armiku kryesor i tyre ishte masoneria. Dhe kryesisht masoneria mbart monopolin dhe autorsinë e gjithë revolucioneve kryesore në këtë botë që ne kemi sot, të cilët kanë mposhtur këto regjime. Duke filluar, po them unë ty, me ato që ne dim që në shoqërinë sekrete të Filiki Eteria në Greqi, që solli revolucionin grek, ku ishte pjesa më e madhe ishin Arvanitas, duke filluar me Marko Boçarin, me Laskarina Bubulinën, me Kriston Meksin etj. Deri tek, po them, revolucioni 56-s i Imre Nagjit në Hungari, ke revolucioni francez, ke revolucioni me iluministët, ke revolucioni, ke lëvizja masonike John Turk, solli në pushtet Mustafa Kemal Ataturkun, dhe pra të gjithë këto regjime totalitare janë rrëzuar nga masoneria. Por, padyshim, makineria e propagandës ka qenë në dorë të pushteteve, siç është në shumë kultura, në shumë vende, dhe armikun kryesor që ata kanë pasur ka qenë masoneria. Dhe kanë hedhur balt gjithë kohës për qindra vitesh ndaj masonerisë, dhe përjedhoi neve sot ende trashëgojmë këtë koncept pejorativ lidhur me masonerinë. Shto këtu dhe faktin që masoneria ka qenë e fshetë dhe ka qenë okulte, dhe është detyruar të jetë e fshetë sepse s'mundi dilte ballazi pushteteve gjakatare totalitare, ku është armiku kryesor. Kjo më ka intriguar mua gjithmonë. Pikërisht. Domethënë më ka intriguar gjithmonë që nuk ka se si të jenë shqin këta që kanë tërë jetën që fshihen kundër këtyre që kanë propagandën dorë vëlla. Se mjafton, unë besoj vetëm te logjika. Pikërisht. Po ma dha mua truri im të bëj një pyetje që i quaj pyetje kërkimore, nuk më intereson sikur ti fshi të gjithë ato çka kam mësuar gabim të jetën time. Mjafton që tek herë ta bëj pyetjen e saktë, që të iluminohem. Nuk ka rëndësi fshihet me backspace. Kjo është shumë e drejtshme. Nuk ka se si të jetë i keq. Unë për shembull
që jam i fshehur këtu te kjo kasolle ime kundër sistemit totalitar që ka 100 vjet Shqipëria. Unë do dali keqin publika, sa e pushteti politik këtu, majtas djatas kanë gjithë propagandën. Unë do dal, unë po dua dalë antikrishtit tani, më bëjnë antikrishtit, ky ka vrarë njerëz, ka prerë shenjat e gishtave gjakut, ka manipulime 100 vjet. 100 vjet. Të thuhet po njëjta gjë nga gjithë pushtetet totalitare. Bëhet bindje. Më kupton? Krijohet në bindje pastaj. Dhe padyshim komunikimi i tyre ishin nëpërmjet simbolikës, simbiotikës, nëpërmjet simboleve, sepse ti ishe i fshet, ishe okult. Dhe sot un vi me zë dhe me figurë dhe tregoj në pjesën historike, pjesën shkencore se ç'është masoneria. Ndërkohë ndalem dhe them se këtu përveç pjesës së pushteteve kemi dhe fet. Po. Të cilat janë pushtet shpirtëror që shpesh herë bëhet më i rëndësishëm se pushteti politik, më kupton drejt? Dhe ne dim që në shoqëri sa më të vogla dhe në shoqëri sa më të prapambetura, në kohë, në hapësirë dhe me çedime kulturale shpeshherë më e madhe bëhet pjesa e besimit ndaj gjës, ndaj konspiracionit dhe komplotit. Është më i bukur, shitet më bukur. Shitet më bukur, normalisht sepse nuk vendosin këtë pjesën e logjikës që thua madje çdo gjë ndryshme, domethënë dhe çdo gjë që është e fshet, çdo gjë i intrigon, por duke veshur me pejorativitet, domethënë me ndjesi të keqe. Dhe normalisht feja të dy fet kryesore kanë pasur një përplasje shumë të madhe me masonerinë. Pra shto pushtetet, shto dhe fen kundra, llogarisht se si vjen masoneria. Shto dhe pjesën e sekretit, domethënë të fshetës, dhe vjen me një lloj ngarkese aq të madhe negative sa kur ty të del dikush përballë, siç vjen Marini dhe të flet me fakte konkrete, të tregon në mënyrë historike, shkencore, dhe unë në asnjë moment nuk kam çeduar mendoj në kuptimin e të kaluarit të një realizmi magjik dhe të them që domethënë ta vesh me mister masonerinë, të them përkundrazi. Unë mundohem të zhvesh misterin e masonerisë. Atë çka është reale. Pra, dhe unë mund të dija ta shisja këtë gjë, domethënë si njerëz me shumë pushtet, njerëz me shumë para, e kanë bërë, nuk është se nuk e kanë bërë. E kanë bërë, ndërkohë që unë flas vetëm për gjëra historike, logjike, shkencore dhe reale. Sepse përplasja me dy fet. Me krishtërimin ka qenë dy momente përplasjesh në 1700 can. Papa vendosi atë që quhet si ndalesë ndaj masonerisë, për arsye sepse masoneria ishte armiku i pushtetit totalitar dhe mos harrojmë që papati ishte pushtet politik totalitar. Po. Dhe dyta ishte dogmatika. Dogmatika e krishtërimit është një dogmatik që thotë njeriu thot është perfekt thot. Dhe unë thot kam të gjithë infrastrukturën thot e perfeksionizmit të këtij individi. Këtu ndahet me masonerinë. Masoneria thot njeriu thot është një qenie e mirë thot, e cila thot duhet të punohet thot, të latohet thot siguri thot për të bërë më i mirë. A good man to become better. Pra ti në metamorfozë, në zhvillim. Domethënë se mua më lindin pyetje vëlla, do të ndërpres pak. Midis krishtërimit, e di si e kuptojnë tani dhe ma korrigjo ti. Masoneria është një mesore art mes kristianizmit dhe taoizmit. Taoizmi është njeriu është i keq në thelb, e meriton gjithvojtjen, duhet mbajtur në kontroll. Kisha thot është i mirë, është perfekt, është personifikimi i Zotit. Juve thoni këta janë të mirë, po duhen punuar se është plastelin. Eksakt. Që se janë edhe pacientët që duhet me hisjaru. Ndërkohë vim ke feja tjetër po aq e madhe apo më e madhe diku apo më e vogël në periudha të ndryshme, Islami. Dietarët më të mëdhenj të Islamit kanë qenë mason. Dhe këta dietar, kjo është perl fare. Tani për këtë do të flasësh. Po, duke filluar që nga mbreti Abdullah i Afganistanit, duke kaluar ke lozha masonike e Egjiptit, një nga lozhat më të mëdha, duke kaluar tek po them një element shumë i madh ku është ndar Islami nga masoneria. Këta dietar të Islamit kërkuan të bënin modernizimin e Islamit, duke parë zhvillimin e madh që po ndodhte në Oksident, donin të afronin Islamin me Oksidentin. Dhe këtu filloi përplasja e madhe e para, dhe momenti i dytë ishte momenti kur u lidh
masoneria me zionizmin, me revanshin kundër botës arabe, me revanshin, po them po e quaj kriminal, ndaj botës arabe, dhe këtu ndodhi një keqkuptim i madh që atashuan masonerinë me zionizmin. Dy gjëra që nuk kanë lidhje madje, dhe sot e kësaj dite njerëzit fillojnë dhe e lidhin ngushtësisht masonerinë me hebraizmin. Ndërkohë që nuk ka lidhje. Pra ne kemi hebrej, musliman, krishter dhe të gjithë lloje brenda, pra nuk është ne kemi, domethënë masoneria është ekskluzivitet i Izraelit, i hebrejve, ku e diun se çfarë, nuk ka lidhje. Ndërkohë, po kjo gjë ndodh, siç tham, me Mustafa Kemal Ataturkun, i cili ishte reformator, në reformatorët më të mëdhenj të Islamit, domethënë kanë qenë mason, po flas në Turqinë moderne, ai ishte babai i Turqisë moderne, pikërisht. Dhe ishte po mason dhe lëvizja masonike Xhon Turka, e cila sot e nuk hiqet ai Ungurisha në Stamboll, Ataturkun e shikoi kudo. Edhe pse sot është Republikë Islamike pothuajse me Erdoganin që ishte hijabi një në, domethënë 90 femra ishin me hijab, edhe neve europianët me hijab dhe me burga. Po edhe me burga kisha merak kontaktin me sy, Marin, të betohem. Se ndodh vlla në rrugë, do të shikosh tjetrin sy, kush është kurse se syt për të parë janë. Kisha merak se më ta shoqja, vlla, të vjen burri i kësaj to tradhti. Kupton ça lavazhi, domethënë të gjitha e kuptoj, muslimanë janë vetë me fe me gjitha. Nuk e kuptoj, nuk është traditë muslimane, është traditë arabe, vlla. Nuk e kuptojnë çfarë do burka, domethënë ti je vetëm këtu. Mua më duket robëria, do thoj një muslimane tani po na gjojnë e dyve, kush e ti që na rrëzosh neve 5000 vjet tradit. Edhe kjo është e vërtetë, edhe kjo qëndron. Po për preferencët e mia, në një botë që po ecën para me mentalitete me të gjitha, sikur të reformohet shik nuk është keq. Pikërisht, kjo ishte ideja e reformatorëve të Islamit, për arsye se bëheshin, domethënë çdo gjë vinte me zhvillimin e kohës. Pra, pa pjesa tradicionale është shumë e rëndësishme në pjesën rituale, në pjesën dhe rëndësinë që ka pasur në ato fillime dhe në ato vite të vështira dhe në ato kohë të vështira. Dhe çdo gjë ka pasur një lloj kuptimi, sikur se tham, po them unë ty për mishin e derrit. Më kupton? Sepse është vërtetuar shkencërisht që krijon këto enzima, mikrobe, por mos harrojmë edhe lindjen e mesme dhe ato që thatë ju më parë, temperaturat e asaj kohe, etj, helmonin ushtar, por pra ndërkohë që po të vim, po ta sjellim sot me këtë lloj mishi i pasterizuar, e ku di unë, etj në frigorifer me kushte etj, nuk është se po të konsumosh këtë lloj mishi ti domethënë, po të më kupton drejt, pra gjithmonë dietarët e Islamit kanë qenë pro progresit dhe pro sjelljes së gjërave të pa humbur fare dinjitetin, integritetin dhe të besimtarit, Kjo ka qenë. Kur e mendon se shumë pak veta e din që Muhamedi alayhis salam ka qenë kalif, nuk ka qenë vetëm profet. Domethënë, le të themi që është Solomoni. Ne i themi Sulejman. Ndryshon pra. Eva, Hava, ja. Pra, kush ishte Sulejmani, Solomoni? Solomoni ishte mbreti që Zoti ia dha të gjitha sepse ia pa shpirtin. Ty do t'ja pasuri se me pasurinë tënde do sjellësh prosperitet. Ky është ezoterizmi atë që ezoterizmi. Pra, njëjtën gjë i dha dhe Muhamedit. Pra, unë do të bëj ty kalif sepse ta pa shpirtin. Dhe sot e kësaj dite ti po të shkosh në Francë, në Spanjë, në Sevilla, apo në Tenerife, apo Malaga, apo çan këto qytetet në kufi me Gibraltarin, aty dallohet komplet kultura arabe që e kanë mbajtur për 400 vjet, për 500 vjet gjithë kalifatin. Edhe ndikimi dhe në gjuhën e tyre dhe në gjithçka. Pra çfarë do thotë, këto janë qytetërime që kanë ardhur, marrin tisin e fes, herë kështu, herë katolik, herë musliman. Urdhri i parë që ka dhënë Sulejman, Mehmeti II Fati, pas rënies Konstantinopolës është ndërto qytetin. Kur është përpushtues, shkatroje, ndërtoje. Stambolli është Konstantinopoja. Pra, neve i konceptojmë pak gabim këto, pra është kjo atashimi që thuhet me hebrejt. Unë mendoj se kjo është edhe pjesë e propagandës zioniste që ti nxjim të gjithë. Patjetër. Ti nxjim të gjithë. Bota ka qenë, është dhe do të jetë çështje interesa. Por ka diçka,
në momentin që unë, si besimtar në Zot, shikoj papën që i put dorën një rabini zionist, diçka nuk më shkon, sepse në kulturën tonë është mësuar që papa është kreu i botës katolike, kupton, nuk ka, vetëm Zoti është mbi ata. Dhe kur ti shikon që papa, ky Zot, ky njeriu që është poshtë Zotit, për neve, besimtarët, i put dorën një njeriu të një fe tjetër, rrjedhimisht, logjikisht, ty të lindin pyetje, dyshimi. Pra, ç'a po bëhet? Po përgatitet një luftë tjetër fetare? Kjo lufta që po bëhet në Gaza, për ç'a bëhet, ekonomike, fetare, aqysha tek? Ku qëndron masoneria në këtë? Do të thënë ç'a qëndrimi ka masoneria kot me të pyetash se më duhet. Nëse s'do t'i përgjigjesh është pyetje e rëndë, mund ta shmangësh. Jo. Çështja është që masoneria që kohë të vështira për ta elaboruar nëse më lejon për ta zgjatur. Patjetër. Se mund t'ja dhe përgjigjesh. Patjetër, jo, më intereson elaborimi. Masoneria, në kohë të vështira kanë prodhuar njerëz të mëdhenj dhe roli i rëndësishëm i masonerisë në botë ka qenë ai që thash, që ka qenë shtylla kryesore e cila ka balancuar të keqen. Ndërto mbi gërmadat e rënojës atyre që rënuan, domethënë pushtetet totalitare që rënuar njerëzimin. Dhe padyshim, ky rol tani në atë që njihet si po them demokraci sa do e brish të quhet, roli i masonerisë ndryshon dhe për të vazhduar mendimin e pak më parë dhe të një lloj oponencë apo dhe të tregimit që bëj unë në historizim, mund të them gjithmonë që të paktën 15 president të deklaruar deri tani se një pjesë e tyre janë gjallë dhe domethënë shëndaluar të thuar që ai është mason. Un kam të drejtë të them un jam mason, po jo të them Shpendi është mason. Kjo është ndaluar. Okay. Kupton? Dhe se domethënë un shikoj ato gacmimet apo që bëhen në rrjetet sociale të tjera që ç'është ky mason që del dhe flet për masoneri kur masoneria është sekrete. Masoneria nuk është sekrete. Madje dje po shikoj në emision televiziv, kishte ardhur mjeshtri i madh i lozhës së madhe të Francës, jo Grand Orientit, sepse ka Grand Orient, ka dhe lozha e madhe e Francës, i cili është në emision shumë të ndjekur televiziv, ku ai atë tha, do ju them një sekret, tha. Masoneria tha nuk ka sekret, tha. Pra, njerëzit nuk din ta ndajnë këtë gjë dhe thotë ç'është ky, thon me lloj-lloj epitetesh që del dhe flet për një gjë që dihet mbar botërisht që është sekret. Jo. Ajo ka qenë sekret plani për të bërë një revolucion, për të rrëzuar një pushtet totalitare. Sigurisht do ishte i fshet, sigurisht do ishte sekret për të rrëzuar, po sot nuk ka. Sot roli i masonerisë është një rol akademik, është një rol, e tha shumë bukur, po i referohem përsëri mjeshtrit të madh të lozhës franceze që tha është një laborator dieshta. Pra, Shpendi është një djalë, një burr, sepse lejohen vetëm burra në masonerinë tradicionale, ndërsa për hir se në 1800 can femrat kur ishin lozha mikse dhe meshkuj dhe femrat ishin më sensitive ndaj torturës për të nxjerrë pikërisht të sekret masonik. Dhe që atëherë nuk ka më lozha feminile, janë lozha maskuline, lozhat e rregullta, por janë krijuar dhe lozha feminile tash domethënë këto lozhat mikse, po që nuk janë të rregullta. Dhe padyshim duhet të jesh 21 vjeç, duhet të jesh një burr i mirë që do të bësh më i mirë. Ti punon për këtë, punon me veten, punon brenda lozhës, duhet sigurisht të kesh një pastërti figure, më kupton? Dhe nuk ka rëndësi ai i pasur ai i varfër, por intelektualisht ti derisa merr këtë iniciativë, tregon që ke një lloj statusi intelektual, duam pak ke filluar të punosh me veten tënde, të latosh veten tënde, të punosh në lidhje me burrin, të iluminosh pikërisht. Dhe këtu fillon dhe këtu mbaron masoneria dhe aty ti bën përveç pjesës aty jeni të gjithë vëllezër, aty nuk ka një të parë. I pari është në drejtim ritualesh. Por ti mund të jesh, po them, presidenti i Shtetit Bashkuar apo mund të jesh dhe një person i thjeshtë brenda lozhës, jeni të gjithë vëllezër. Ka një sistem gradimi me 3 shkallë dhe shkalla e tretë është grada më e lartë, po them 33, ku bën atë që njihet si udhëtimi rreth botës. Domethënë është ajo astral projection pikërisht. Dhe drejtuesi, mjeshtri i madh, është vetëm drejtuesi i ritualeve, të cilat janë rituale të vjetra, rituale të lashta quhen, sepse ne quhemi të lashtë, domethënë të pranuar dhe të lashtë. Të pranuar dhe të lashtë. Të lirë, të pranuar dhe të lashtë. Të lirë, të pranuar dhe të lashtë. Po. Ti s'mërzitesh kur jo të lutem.
Accepted, do me thënë që kanë Accepted, Freemason. Po, këta frimasonët për shkakun. Kjo është masoneria e lirë, sepse dhe masoneria është masoneria agnostike. Po. Është masoneria e lirë, është pra dhe masoneria ka edhe përsëri për referojmë si ishte një intervistë shumë e këndshme mbrëm e mjeshit të madh të Francës, i cili këtë thoshte masoneria, pra ka një doktrinë masonike, ajo doktrinë që thamë një njeri mirë për të bërë më i mirë, por dhe brenda masonerisë ka doktrina të ndryshme. Ka doktrina të ndryshme, të cilat janë agnostikët, dhe sigurisht agnostikët janë ndryshe nga të lirët, më kupton, pra dhe këtu ka, nuk mund ta quhet divergjencë, apo ka mendime të ndryshme, më kupton, qasje të ndryshme. Dhe vim përjedhoj tek të kthehemi përsëri në temë që këtu ti përveç se pjesës po them asaj që njihet si bamirësi që bëjnë masonët, është dhe pjesa e diskutimeve sikurse ne po bëjmë. Unë mësoj nga ty, ti mëson nga unë, shkëmbejmë dije, shkëmbejmë mësime të gjeometrisë, se është një nga shtyllët kryesore është gjeometria, të ezoterizmit, të pjesës shpirtërore, etj. Dhe kjo është masoneria që është një akademi që përgatit njerëz të cilët janë të denjë për të qenë në pozicione të caktuara në këtë shoqëri, sepse ne dimë që baballarët e kombeve që kanë ndërtuar shtetet kanë qenë mason. Dhe ne funksionojmë njësoj si struktura e shtetit dhe masoneria. Por ama me njerëz të cilët janë të zgjedhur, strukturë paralele. Paralele, të zgjedhur, paralele është mes nesh, nuk është se jo paralele me shtetin, nuk është se interferon, nuk ka tangente, po nuk ka. Dhe përgatiten këta njerëz që nesër pas nesër kur për kohë të vështira apo dhe në kohë po them paqe siç është sot bota, sa do ta quash demokraci të brisht është e brisht, është demokraci. Dhe këta përgatisin kuadro, po i quaj në terminologjinë e dikurshme, pra përgatisin kuadro. Pra njerëz të mirë për t'u bërë më të mirë. Dhe këtu fillon mbaron masoneria. Pa dyshim të thash që në shtetet të zhvilluara, siç mund të jetë Shtetet Bashkuara apo veriu e Evropës, masonët dalin bëjnë parada, masonët dalin kanë selit e tyre, kanë flamujt e tyre. Sigurisht përsëri për hir të kësaj indoktrinimi dhe shije të keqe që është mbjellë në këto qindra vjet nga shtetet, nga autoritetet totalitare kundra humanizmit, por dhe nga fet, nuk i vjen bukur dhe mirë në vesh askujt, pra dhe në shoqëri zhvilluar. Pra ndaj është krijuar koncepti që ti mund të thuash që unë jam mason, siç them unë si Marin, por unë kam ndaluar të them ti je mason. Dhe përjedhoj, pse? Sepse thash edhe një herë, me ato që thuhet masonerinë, që këta bëjnë rituale satanike, këta vrasin, këta presin, këta drejtojnë botën drejt kaosit, këta kanë bërë pandemin, këta kanë bërë endemin, këta bëjnë këtë, këta bëjnë ata, këta kanë e kupton? Po pse lidhet, më thënë, okay, heqim pjesën që është bërë lavazhi i trurit, se këtë e kanë të mirë kuptueshme. Po pse sa herë që ndodh diçka, më thënë, asociohet direkt me masonerinë. Do thënë, mos i trëm faktin njerëzve që është shoqëri sekrete, sepse shoqëria sekrete nuk është se nuk kemi neve ndjeni të ekzistencës, po neve nuk kemi ndjeni të procedurave që bëhet brenda, se ato mbajnë sekrete. Brenda lozhës. Pra jashtë lozhës nuk del asnjë lloj gjëje çfarë bëhet aty brenda. Prandaj është sekrete. Dhe njerëzit kjo i kuriozon. Sot sekrete brenda lozhës është antarësia, është e vetmja gjë që është sekrete brenda lozhës, për arsye të këtij konnotacioni negativ që është krijuar dhe dikush mund të ketë një funksion të lartë shtetëror dhe çdo gjë e tij gjykohet, anatemohet, atakohet, sulmohet për hir të mbartjes së këtij koncepti në mendjen e kujdo, jo vetëm ne shqiptarëve që jemi shoqëri e vogël, por edhe shoqëri shumë të zhvilluara, e mbartin këtë lloj gjë dhe aty vjen me shumë kosto. I vjen dhe me kosto familjare, i vjen dhe me kosto financiare, i vjen dhe me shumë kosto dhe ndaj ka shumë pjesa më e madhe njerëzve nuk dalin haptazi vetëm për hir të kësaj gjëje. Ndërkohë brenda lozhës, do them dhe pjesën time, ndërkohë brenda lozhës janë rituale, të cilat këto rituale nuk janë fare sekrete, janë të lashta sa vjet vet bota, dhe pse njerëzit mund të krijojnë një lloj koncepti sepse shikon për them mund të një Kafk. Po Kafka për shumë kënd personifikon vdekjen, ndërsa për ne masonët kemi të tjetër simbolik, tjetër qasje ndaj Kafkës, po të quaj, më kupton? Çfarë simbolike për shkak? Është këtë do e shpjegoj sepse dua ta zgjeroj. Ke gjithkohon. Po, faleminderit. Dhe natyrisht brenda lozhës ritualet sot i kanë në YouTube. Ti veshje masonike mund të porositësh në eBay.
ti çdo gjë për masonerinë, këto që po them unë nuk po bëj ndonjë gjë të madhe, këto i ke në YouTube, i ke në Google, i ke kudo. Ama ditë të them që sekret ka qenë vetëm momentet e luftrave të mëdha kundra pushtetit totalitare për të mirën e humanizmit. S'mund të dilnin haptazi, planet e tyre për revolucion, për kthimin e pushteteve ishin patjetër sekret, sepse ishin kundra pushtetit dhe kaq. Ndërkohë sot në botë mund të ketë shoqëri dhe ka vllazëri, po them luciferiane që njihen, ka kisha luciferiane, ka grupime, po them mund të terroriste, ka grupime antikushtetuese, anti-regjim dhe anti-gjithçka, po që këta nuk ka lidhje me masonerinë. Domethënë ju jeni kundër tyre? Patjetër ne jemi kundra. Ju ekzistoni se ekzistojnë këta. Pra ekzistoni se jeni e kundërta këtyre. Jo, ne jemi e kundërta e pushteteve totalitare, të regjimeve totalitare, kundra humanizmit, çdo gjë kundra humanizmit dhe përjedhoi dhe të këtyre. Më kupton? Por thash, jo çdo shoqëri sekrete është masoneria. Masoneria është ka vetëm një emër, masoneri, ndërkohë që çdo shoqëri sekrete, njerëzit i vendosin emrin masonerie dhe çdo gjë e cila vjen me konotacion negativ nga shoqëri të caktuara, domethënë i atribohet masonerisë. Dhe kjo është problematika jonë e jashtëzakonshme, ndërkohë që në një shoqëri është një lloj sigurie më e madhe, është një lloj elementi demokracie pasja e një lozhe masonike, sepse thash është llogarit mendjet më të mëdha të njerëzimit kanë qenë mason. Einsteini, Da Vinci, Darwini, Michelangelo, të gjithë Mozarti, Beethoveni, 15 presidentët e Shtetit Bashkuara, liderët më të mëdhenj progresistë të kësaj bote kanë qenë mason, dhe kur ti domethënë i tregon historia me fakte dhe me vepra, dhe ti vjen sot dhe thua këta tash i bëjnë gjëra kundër rendit kushtetues, apo këta bëjnë gjëra kundër humanizmit, apo këta bëjnë satanizëm, apo kjo është një gjë që nuk përbën sens. Mjafton të lexosh Machiavellin dhe ti e kupton që inskenimi është pjesë e politikës dhe çdo gjë inskenohet për të prishur imazhin e tjetrit. Patjetër. Ndërkohë tek pjesa për të ardhur ke pjesa personale, të thash që duke qenë se kam një traditë të lashtë familjare, domethënë bëhet fjalë për rreth viteve 1700-1800, ku antarë të familjes time kanë qenë pjesë dhe të Ligje Fiteria dhe të masonerisë lirë, po dhe të vllazërive të tjera, siç mund të jenë Urdhri i Maltës etj. Është i vjetër shumë ky Urdhri i Maltës. Shumë i vjetër dhe templar, ndërkohë që jam pjesë e kësaj lozhe për gati 2 dekada, për 20 vjet. Jam antar i lozhave të huaj, por dhe të vendit ton, dhe jam në një komoditet të caktuar, si të them, një lloj po them dhe iluminimi, dhe ndërgjegjësimi, dhe për një gjë që unë e di dhe e besoj, dhe për vetë, si të them unë ty, kontributin që unë kam dhënë në këtë shoqëri, po flas si diplomat, si sportiste, si pedagog etj, por dhe të familjes time, që është familje me një traditë të lashtë si në vend dhe në botë, me kontribut në shtetformim, në intelektualizëm, në shkencë etj, apo dhe në luftra, duke filluar nga luftra nacionale çlimtare, nga deri ke lufta e heroit ton Gjergj Kastrioti, po dhe luftra të mëdha si kryestratiot, kapostratioti në sidomos në pjesën e Kotorit, Dalmacis, po dhe Europës qendrore dhe asaj veriore. Stratiotët po, dhe këtu theksoj një nga gjeneralet më të mëdhenj që ka pasur, që mund ta ceki më pas Merkur Bua, më shumë pak flitet. Të lutem, kjo është shumë e rëndësishme për të mbajtur shënim, sepse buat, të cilët ka të bëjë me bue shpatën apo? Pikërisht, por domethënë despotët e artës ishin buat, dhe despotati i artës, domethënë lidhet ngushtë me Gjimbo e Shpatën, por akoma mas e Gjimbo e Shpata është Merkur Bua, i cili vjen nga familja jon, familja Meksi është familja origjinës së buajve, ishte ai që ka marrë, domethënë generali më i madh që ndër më të mëdhenj që ka njohur njerëzimi, barabitej, po them me Aleksanderin e Madh. Ku vetëm me 200 luftëtarë, të cilët ishin shqiptar dhe ai i thriste me emër në fushë betejë,
ai korte fitore ndaj kundra çdo mbreti, ndaj çdo mbreti që shkoi, sepse po them stratjotët ishin profesion i kohës, ishin general të cilët kishin ushtrinë e tyre, mercenar, po që profesion, pra jo konnotacion negativ që ka sot mercenari. Ajo është puna ime, profesioni im. Të cilët merrnin vlera monetare kur kornin fitore, merrnin titull fisnikërie, merrnin toka, prona etj. Dhe Mërkur Bua luftoi kundra çdo mbretërie të huaj dhe fitoria shkonte në krahun e tij, derisa u bë dhe betejë të mëdhenjve që u quajt 1500 ca në territorin helvet, territorin zviceran, ku u nda bota po e quaj mesjetare, u nda në dy. Po them, pra këtej ishte Duka i Milanos, këtej i Mantovës, këtej ishin francezët, këtej ishin britanikët, këtej ishin holandezët, këtej ishin gjermanikët, këtej ishin bavarezët, këtej ishin, kupton, dhe fitoria shkoi në krampin e Mërkur Buës, mbasi betejë më e madhe që është njohur ndonjëherë, dhe ku vetëm në fushë betejë mbetën të vrarë 13.000 luftëtar helvet zviceran, dhe që prej asaj kohe Zvicra ka shpallur neutralitetin që e ka dhe sot e kësaj dite për hir të kësaj betejës, dhe sa pak flitet në historinë e Shqipërisë për Mërkur Buën, as pak. Biles do kërkoj unë për të lutem. Për zotin ta premtoj këtë. Po, të ke premtim publik. Përveç gazetarit Marin Mema, i cili ka bërë një reportazh shumë të bukur për Mërkur Buën, dhe sigurisht kanë folur pasaj historianët, profesor Koçollari, profesor Bufi e tjerë, domethënë kanë folur për Mërkur Buën, por në librat e historisë, domethënë ai mori deri urdhrin e kometës, domethënë e kupton. Çfarë është urdhri i kometës? Urdhri i kometës ishte urdhri më i lartë ushtarak që jepi në mesjet. Dhe domethënë në bazë të këtyre cilësive, por dhe komoditeteve që më ka dhënë, po them, fati, jeta, familje etj, marr guximin që të dalë dhe të jap këtë kontribut për vendin tim, që të flas dhe të tregoj që çfarë është masoneria në aspektin historik dhe shkencor, të mirat që sjell masoneria për një shoqëri, dhe për të treguar që nuk ka lidhje masoneria me çështjen fetare, nuk ka lidhje masoneria me ndasit politike, fetare, njerëzore, nuk ka lidhje me sakrilegje, nuk ka lidhje me diabolizma, nuk ka lidhje me asgjë nga se është përfolur, por masoneria është vetëm vlerë e shtuar, është një akademi të disa djemve të mirë, intelektual, që ndaj mendimin, bën një kontribut, bën një bamirësi, dhe këtu fillon mbaron. Si mund ta ndarësosh? Antarësimi është në Shqipëri ke një faqe zyrtare të masonerisë së lirë, lozhës madhe të Shqipërisë, në Shqipëri janë aktive disa lozha, ka lozhë mikse, ka lozhë të rregullt për momentin kam përshtypjen nuk është më e rregullt. Ka lozha, po them unë ty, mikse dhe vetëm lozha tradicionale, ka lozha turke, ka lozha italiane, ka lozha, tani është që nga bërë dhe lozha franceze me çfarë dije. Pra, ka lozha të ndryshme, sepse duhen 3 lozha të mëdha për të krijuar një lozhë. Gjithë rëndësia është njohja nga Ugle, që quhet United Grand Lodge of England, lozha e madhe e bashkuar e Anglisë. Është si puna çështjes së njohjes ndërkombëtare, si të njohit të shtetit. Pra unë mund të them që kjo lagja ime është shteti para, po duhet të kesh njohje ndërkombëtare, kupton drejt, kështu që dhe ti troket, quhet trokite, pra të mund të ish ato, dhe pastaj është sigurisht që është më mirë kur të rekomandon dhe del garant një mason. Po, ajo është mirë, po. Është akoma më, apo kur ke një traditë siç ka qenë në rasti im, rruga është po e njëjtë, kalon në votim, kalon në filtrim, kalon në kontroll, në atë pasardhësinë e figurës, si ta quajmë, dhe bëhesh pjesë e lozhës. Pra, përveç se të mirave që i jep individit dhe shoqërisë, nuk ka asgjë të keqe, dhe unë këtë nxjerr dhe e them publikisht me zë me figurë, them unë jam mason, e kam të ndaluar të them ai është mason, tregoj në aspektin historik dhe konkret dhe shkencor se ç'është masoneria dhe kush kanë qenë se në batuta dhe në gallata TikToku më thon ky dhe thotë që nuk lejohet thuhet dhe thotë që Abraham Lincoln, George Washington kanë qenë atë gjithë bota se hapër pra deri kaq ndarjes din të bëjnë. Të paktën për presidentin Truman kam parë një dokumentar 2 orë gjys që ishte grada 33 më e larta Trumani, një nga super president me planin Marshall me gjitha me radhë, që ka ndihmuar njerëzimin të pakën ato lloj kohore që ishte shkatrimi i luftës së dytë botërore, i ka dhënë një dorë shumë të mirë Europës si patje të bumin ekonomik.
Tash me qenë presidenti satanik vlla, atëherë ka marr fund bota. Ka marr fund bota pastaj në muzeumin e George Washingtonit në Washington DC shkruhet George Washington, mason, presidenti i parë i Shtetit Bashkuar të Amerikës, babai i Kombit Amerikan, pra fillim mason, pastaj presidenti i Shtetit Bashkuar i pari dhe babai i Kombit Amerikan. Biles unë kur e shikoj 1776-ën atë konventin e Filadelfës, aty mendoj se ka marrë një lloj spunde shumë të madhe lozha masonike, sepse ka qenë një luftë me perandorinë britanike vëlla. Sipas shpjegimit që the ti, që këto ekzistojnë dhe janë sekrete gjithmonë në raport me një pushtet opresues, gjitha pra taksa çajt, gjitha kurora që donte Commonwealth i gjas me perandoria që nuk do vdesin, nuk perandon kur dielli. Ideja krijon Amerikën. Se si u mor Amerika, qa lobesh janë futur në vone, tjere deep state, ato janë gjona pastaj që në një perandori nuk mundesh... Janë trustet, janë shumë... Po nuk mundesh do t'i shmangësh, se janë 400 milion banor... 500 e ca kanë shku të një? Ne di me census 400 miliona, me 400 milion banor nuk mund t'jenë do t'njejtën mendje ata. Sigurisht, prandaj dhe regjimi është aq i fortë dhe aq i tillë, domosdoshmë nuk toleron në masë popullore flas. Pyetja ime për ty, Marin, është ç'a kostosh ke marr ti, miku im, dhe ç'a benefitesh? Sepse mund të kenë shumë njerëz që të kanë dëgjuar, po të dëgjojnë edhe kur njerëzit duan të nxjerr skupe nga ty. Unë nuk dua të nxjerr skupe, siç po e shef vlla, unë po marr shënime që duhet me i kontrollu për veta. Është bisedë intelektuale dhe unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Mund të ketë një klikime, nuk më intereson, klikimet vijnë kur ke mall cilësor, beso, unë nuk rend pas klikimeve. Po do ketë njerëz djem të rinj, të cilët lexojnë, se un kam lexuesa, që mund të thonë dalë vëlla se du me vajton se si ka kaq e keqe kjo gjë. Sigurisht. Nuk çeka diabolike. Është gjë që e shkoll, në thelbun e shikoj akademi. Unë atë them dikur dhe diku që ore po të ishte e keqe, nuk do dilja unë të paktën me zë me figurë. Pra nëse sepse mos më ka lënë ende mendja të dal tash me zë dhe me figurë. Të mbroj diçka që është e pambrojtshme. Diçka që është e pambrojtshme. Jo, kjo në fakt është e pambrojtshme. Pra, ky është një mision, domethënë, gati i pamundur që ti t'ia ndryshosh mendjen. Që ti ndryshosh, po unë nuk e kam çështje për ndryshuar mendje sepse e di që domethënë këtu nuk e. Por ama të vë një gur themeli në vendin tim. Më kupton, të jap një kontribut sa të paktën thash, nuk po shpikas rrotën, nuk po bëj as ndonjë heroizëm. Ama po them diçka që bota vet është ndërtuar në bazë të kësaj masonerie dhe kjo masoneri ty po të vjen dhe të ka ardhur në vendin ton. Dhe kjo është një siguri më e madhe për demokracinë, është një gur themeli për lirinë. Masoneria është padyshim. Patjetër. Dhe ke një akademi dhe ke një laborator që krijon mendimin dhe krijon po them të gjithë atë armat të madhe intelektualësh dhe njerëz të përgjegjshëm. Pse e them këtë gjë? Masoneria ka luajtur me një element shumë të rëndësishëm që është vetë uni. Neve quhemi vëllezër. Dhe në masoneri ti je vëlla me dikë që ti nuk e njeh. Dhe ti thua Marin, un kam vllai në shtëpi dhe s'du me pa me sy. Si mund të kem dashuri për vllai? Në fakt, koncepti është bërë shumë i bukur sepse ti nuk ke dashuri thjesht për një individ. Po ti ka individ shikon të projektuar veten tënde. Çfarë dua të them? Në momentin që ti je me miliona vëllezër në këtë botë, me miliona vëllezër, dhe këta kanë një solidaritet të jashtëzakonshëm për njëri tjetrin, ti kupton ti merr sigurinë tënde. Ç'dua të them? Nëse ti të ndodh një hall në Afganistan, të ndodh një hall në Turkmenistan, se po marr këto vende. Ti aty nuk njeh njëri. Nuk ke ambasadë, nuk ke asgjë. Po atje ke një mjek, ke një polic, ke një, po them, avokat i cili është mason. Më kupton? Dhe ai të jep të hap derën dhe të jep, nuk po flasim për favore, në shkelje të rregullave të ligjit. Ti ato që duhet marrësh. Po ti mos zotëri të je me fëmijën e vogël të ndodh në 2 të natës. Merr, po them unë ty emergjencën të vjen se janë infrastrukturat e tjera. Ndërkohë, ti ke një vëlla mason që është mjek dhe të vjen në 2 të natës, të bën ai në fakt bën thjesht detyrën e tij. Pa jo detyrën e tij, ty të bën shumë punë. Dhe llogariti ke miliona të tillë në të gjitha fushat në mbar botën. Dhe ti, përveç se i njëri mirë, dhe do të bësh më i mirë, ke kuptuar filozofinë e jetës, ke kuptuar ezoterizmin që mund të dalemi pak, sepse është shumë e rëndësishme filozofia.
ti ke dhe përfitime konkrete për dalë ke pyetja jote kush janë përfitime. Këto janë përfitime konkrete që ti në këtë botë ti nuk je vetëm, po ti ke miliona të cilët ti e di që do të gjenden siç ti do gjendesh për ta. Dhe do gjendesh për ta, ti do të gjendesh vetëm në atë çka ti ke punën tënde të përditshme duke e bërë me integritet. Pra unë nuk kërkoj favor nga ty. Pra ti si polic mason s'dua të më lirosh mua dhe shkesh për mua. Po thjesht më gjen, më ruaj të drejtat. Të drejtat. Kjo është masona, po të kesh këto në pikë halli me miliona në mbar botën, ky është pushtet shumë i madh. Dhe askush nuk do preferonte të humbiste këtë lloj statusi. Dhe duke mos përpjekur të humbash këtë lloj statusi, nuk çedon. Sepse ti e di që do të gjejnë dhe do e kuptojnë që ti ke çeduar sepse masonët janë kudo. Dhe përjedhoj përveç se ti je njëri më i mirë. Je njëri i mirë dhe bëhesh më i mirë. Përveç se ti ke arritur një lloj iluminimi, është dhe kjo lloj mekanizmi, siç tham, mekanizëm mbrojtës, kontrollues, check and balance, por dhe është luajtur me individin, me unin, pra që unë e dua Shpendin që është një vlla nga, po them unë ty, Gjermania që unë se njoh, unë e dua sepse nuk është se unë kam vetëm dashurinë ke një individi pa njohur, po unë aty projektoj frikën time, ankthin tim, hallin tim, e projektoj. Ai më gjendet. Kupton se si e kanë, po. Ai mund të mos, unë ju gjenda aty këtu në Shqipëri. Po mua mund të më gjendet një mason në Afganistan, mbas 20 vjetësh. Hidhe dhe vjen tjetër, po është një dorë lan tjetrën, dy lan fytyrën. Kjo është dhe niveli ezoterik. Ne dim shumë pak gjëra nga vetja. Ne dim shumë pak gjëra, flas nga vetja, flas nga truri thamë, trurin e kemi pa eksploruar, ne kemi tokën pa eksploruar, ne kemi ujërat pa eksploruar, dhe lëre më pastaj universin që është e pafund, ku galaktika jonë është nga galaktikat më të vogla, sistemi diellor nga sistemi më të vegjël, planeti ynë është nga planetet më të vegjël, ne jemi një nga vendet më të vegjël dhe është kriza ekzistenciale nëse njeriu e vendos veten në pozicion se njeriu gjithmonë e vendos veten në qendër të universit. Dhe kur ti kupton gjithë të filozofi dhe atë që thuhet dhe në libra të shenjtë dhe kudo që bëj mirë të gjesh mirë, ky është zbatimi i gjithë ezoterizmit ndodhet këtu. Dhe pse e them? Sepse në këtë mënyrë se si funksionojnë masonët, kjo është ashtu siç është ndërtuar dhe shteti, që do të thotë, në qoftë se mjeku nuk do korruptohet, ose mjeku korruptohet për arsye që kur të shkojë fëmia vet tek pedagogu të paguaj në dorë, pedagogu merr në dorë që kur të shkojë ke mjeku të japi në dorë, nëse çdo gjë do funksionojë siç funksionon masoneria apo siç është ndërtuar struktura e shtetit, do ishte një orë zicera, do funksiononte çdo gjë për bukuri, siç funksionojmë ne. Por sigurisht që duke mos pasur ekspert apo njerëz domethënë të iluminuar siç janë masonët, apo dhe shumë të tjerë, sepse ka shumë të tjerë që janë më mason se mason, nuk të bën përpara se mason. Lozha, dhe të cilët e kuptojnë që po u përhap më shumë, aty do filloj do çedoj, sepse para punës janë njerëz që ne i quajmë se ne i ndajmë të iluminuar dhe profan, më kupton? Janë njerëz profan. Njeriu thamë është ambicioz, egoist, kriminal, pervers, ku e di unë se çfarë tjetër, që thon filozofët jo. I ka të gjitha. Dhe përjedhoj dhe aq më tepër sa më e gjerë të hapet trajektoria, aq më shumë rrjedh çedimi. Ndërsa çedimi është fare i vogël, kanë pasur raste, kanë ndodhur me lozhën Pidue në Itali që krijoi famkeqen mafia në Itali. Ku çdoi masoneria, sigurisht. Ndërkohë pjesa tjetër funksionon si një orë zvicerane dhe ti thash e ndjen veten shumë të sigurt brenda masonerisë. Kjo është përfitimi i masonerisë. Por në masoneri nuk hyet për të përfituar. Masoneri hyet për të dhënë. Dhe janë teori konspirative dhe janë gjëra të paqëna, idetë që thuhet që në masoneri ti bëhesh me para, në masoneri ti bëhesh me pushtet, përkundrazi. Nuk ka lidhje fare, ti nuk mund të them përkundrazi sepse ti po e them përkundrazi për barazpesht asaj sepse ti vetëm je. Që nuk e ke ligj atë, që shkon atje dhe bëhesh i pasur. Absolutisht. Ndërkohë që ti je biznesmen dhe bashkëpunon me një vëlla tënd biznesmen dhe ke më tepër besim dhe ke aty, kjo është tjetër, sepse është një network, në fund është network dhe kjo gjë në këtë botë është network. Thank you.